Fshiheni Netflixin për të mirën e fëmijëve tuaj. Kjo është thirrja që Elon Musk po i bën djegësve të tij që të anulojnë abonimet në Netflix. Arsyeja që ai po jep është se Netflix po promovon përmbajtje që ai e konsideron si pro-transgjinore dhe thirrje drejt dhe se këto mesazhe kanë ndikim te fëmijët. Pas këtyre thirrjeve deri në miliona ndjekës kanë hequr abonimin e tyre në Netflix. Debati u ndes pas një serie të animuar të Netflixit Dead End Paranormal Park, që ka një protagonist transgjinor dhe propozohet që mund të shikohet nga fëmijët mbi moshën 7 vjeçare. I'm trans, Norma, and everyone at school knows, and everyone at home knows, and being here, it's like a whole new place. Netflix ka pësuar humbje deri në 15 miliard dollar për disa ditë. Netflix po mëson fëmijëve si të ndrojnë gjinin dhe sipas prindërve konservator, kjo i ka kaluar të gjitha limitet. Musk, personi më i pasur në botë, ka inkurajuar vazhdimisht 227 milion ndjekësit e tij në platformën X që të anulojnë abonimet e tyre në Netflix. Vetëm në 3 ditët e fundit ai ka postuar ose ripostuar thirrje për të anuluar Netflixin për përmbajtjen e tij të paktën 26 herë. Zach Barak, aktori i Zërit për Barney dhe aktori i parë hapur transgjinor në kinematografin Marvel, e kundërshtoi shpejt rrëfimin e Musk në platformën X duke shkruar: "Mund t'i kesh frikë mashtruesit sa të duash, por fëmijët dhe prindrit më kanë thënë se u shpëtoi jetën. Anuloni Netflixin për shëndetin e fëmijëve tuaj", postoi ai të mërkurën, ndërsa citonte një meme që përshkruante agjendën e zgjimit të transgjinorëve të Netflix si një kal trojan që pranohej në një kështjellë të etiketuar "fëmijët tuaj". Ky është bojkoti më i madh që mund të ndodhë dhe po vjen pikërisht nga Elon Musk.